Intenca e këtyre debateve është mos imitojmë debatet publike. S'pëlqejnë debatet publike? Ky klubi debatit është që 13 vite këtu në Kumanov që e mbajmë, është, si me thonë, organizim jo formal që baj unë me disa shok dhe shoqe këtu në Kumanov. Dhe zakonisht sistemi është, ne mblidhemi, jemi një grup prej 4 intelektualesh, të cilët mblidhemi, e caktojmë një temë, si që pat për shembull kësaj radhe e caktuam temën emancipimi kulturor të shqiptarët, edhe në bazë të asaj teme e caktojmë pastaj një musafir i cili na flet për temën, po i cili gjithashtu bashkë bisedon me neve. Dëshira jonë është që njerëzit një mend të shprehen ashtu si çdojnë. Kjo nuk është vetëm të shqiptarët, po përgjithësia është njerëzore, njerëzit kanë një farë averzioni ose një farë frike nga mediat. Para 13 vite ndjej një mungesë e madhe e debateve intelektuale në shoqërinë shqiptare, po së shtetën Kumanov, po qytetet e tjera të shtetit tonë. Dhe ajo është ai motivi kryesor të organizuar debate të temave të ndryshme, të tematizojnë disa tema që ndoshta aktualisht edhe sot e kësaj dite nuk tematizohen në mediat shqiptare. Intenca e këtyre debateve është mos imitojmë debatet publike. Më shumë janë komercializuar dhe nuk i shërbejnë shoqërisë. Qëllimi jonë është që kushdo qoftë që vjen këtu si mysafir të dale me më shumë dituri se sa kur ka ardhur në fillim të debatit. Kemi pas profesor të ndryshëm, eksperta, intelektual, të cilët kanë qenë më të spikatur në lidhje me temën që kemi pas në. Unë jam pjesë e këtij debati gati një vit e gjys. Thosë çdo herë pas debatit dal me një opinion ose me një ide të re ose me një pikpamje të re. Kemi pas një temë ku e kemi trajtuar rolin e dhunës ndaj fëmijëve dhe ndaj grave në shoqëri, po edhe situatën tonë këtu në Maqedoni. Gjithashtu kemi pasur edhe debate si kjo e sotme për kulturën, letërsinë, kështu që gjitha debatet kanë pas diçka pozitive, të cilat më kanë mbet në mendje, mirë po do ta kisha theksu ndoshta debatin gjeopolitik mbi situatën në Gaza. Klubi i debatit është një klub jo formal, cilin ne e zhvillojmë me shumë pasion, kemi dhe bëjmë vetëm për ta përmbushur pasionin tonë intelektual, jo për përfitime apo për promovime, mirë po mendoj që është një klub që ja vlen me marrë pjesë edhe me zgjeru diapazonin e diturisë. Që të jemi më komod, jemi më të lirë edhe të mund të marrim pjesë edhe persona që nuk dojnë të ekspozohen në mediume.